Normalisht, ku qëndron pyetja ime, zoti kryeministër, sepse ju një deklarat publike thatë që Maqedonia po mos e kishte pasur atë kontekst, problem apo blokadën nga ana e Bugarisë fqinje, atëherë ne do kishim patur vlerësim më pozitiv dhe më të mirë edhe sa Republika e Shqipërisë. Normalisht, në këtë atmosferë ku tek qytetarët mbizotron një pesimizëm dhe një depresion total, do ishte mirë prej kësaj foltore të dëgjojmë se ku bazohet optimizmi i kryeministrit që t'japim pak shpresë tyre qytetarëve të shtetit tonë. Sepse dëshiroj të kujtoj zoti kryeministër, ne nëse jemi përpara Shqipërisë, dëshiroj të kujtoj çka ka ndërmarrë Shqipëria dhe ne që s'kemi ndërmarrë. Duhet jemi vetëdijshëm për këtë. Zoti kryeministër, Shqipëria fillimisht i ka hapur të gjitha kapitujt. Pra ditën e gjeshme në mënyrë ceremoniale, kryeministri Rama nënshkroi hapjen e kapitullit të fundit. Shqipëria, zoti kryeministër, ka bërë një projekcion që deri në vitin 2027 të përmbilin kapituj dhe në vitin 2030 të marrim antarësimin, pra të bëhet antare plotfuqishme në Unionin Evropian. Ndërsa ne fatkeqësisht, pavarësisht arsyeve, ende nuk e kemi nisur bisedimet, nuk e kemi hapur kapituj. Pra Shqipëria i ka hapur të gjitha kapituj, ne ende nuk kemi nisur të hapim kapitujt. Shqipëria, zoti kryeministër, nuk ka probleme me fqinjet. Edhe problemi me Greqinë, pra problemi detar, Shqipëria me guxim u qas zgjidhjes së këtij problemi dhe asnjëherë nuk e përdori si alibi dhe si shkas që të stopoj reformat në çdo fushë. Zoti kryeministër, Shqipëria është treguar aleate e perëndimit, të shteteve perëndimore dhe ka qenë rezistuese ndaj ndikimeve të jashtme, që nuk figuron të raporti për Maqedoninë. Të raporti i fundit përmenden ndikimet ruso-kineze, a të raporti paraprak e kishim brengën e Unionit Evropian për ndikimet e botës sërbe tek ne. Zoti kryeministër, në Tiranë u mbajt samiti i Bashkimit Evropian, i vetmi samiti i organizuar në një shtet që nuk është antar i Unionit Evropian. Pra kjo u bë në Shqipëri. Zoti kryeministër, në vitin 2019 Shqipëria e themeloi të shqyrtur në SPAK, një gjykatë speciale, prokurori speciale që lufton krimin organizuar dhe korrupsionin në nivelit lartë. Dhe si pasojë veprimtarisë të SPAK-ut në Shqipëri, në Burg kanë qenë ish kryeministra, ish kryetar shteti, ish ministër të punëve brendshme, kryetari aktual i Tiranës, kryeqytetit, dhe shumë ministra zëvendësmisë të tjerë. Çka kemi në Maqedoni? A kemi një luftë kundër korrupsionit? Asgjë. Bile edhe paradigmën e korrupsionit ish kryetarin e komunës Strugës, të cilët ju e thoni se është paradigma e korrupsionit. E thonin edhe Vëmërët Vëmëneja, edhe Vleni e kishit partner koalicionin në zgjedhjet e fundit. Kjo është fakt. Dhe në Maqedoni, për dallim prej Shqipërisë, ne formuam një gjykatë speciale, e cila gjykatë speciale në vend që të zgjidh problemet e korrupsionit u bë paradigma e korrupsionit në shtetin tonë. Pra këto janë dallimet në mes Shqipërisë dhe Maqedonisë dhe në ku argumentoni atë konkluzion tuaj, zoti kryeministër, bashkë më intereson qytetarëve se Maqedonia na qenë ka përpara Shqipërisë kur i kemi të gjitha ato gjëra faktike që janë fakte të pakontestueshme.